Mërëmi që jemi spostuar në këndin e intervistës së mbrëmjes, do të bisedojmë me zëvendës Ministrin e Transporteve, zotin Ylli Manjani, sigurisht edhe njës i çështjeve juridike për cilet do të kemi nevojë të diskutojmë gjatë rrugës. Zotin Manjani, mirë se erdhe. Mirë gjeta. Fakt, jemi një ditë pas jo së famshme të zotit Rama, duket sikur ka rënë një qetësi e madhe edhe në bulevard, por edhe në debatin publik. Ka ndryshuar diçka kjo jo në Shqipëri? Po, me sa duket shpëtuam nga kjo vdekja imagjinare që do ndodhte një hata e madhe, kujtun se çfarë, kështu që kaq është një histori e mbyllur, një histori e sqaruar tashmë. Nuk besoj se ka në një gjë për të sqaruar më shumë se sa që është bërë. Natyrisht edhe komenti më qesharak që kam dëgjuar sot është që fituan shqiptarët, po humbi Shqipëria. Kështu muhabet është pastaj në llogjet e kavajës apo të Facebookeve ka sa dush. Kështu që është një histori që për mua, për fatin e keq, duhet kishte ndodhur ndryshe, pavarësisht cili do ishte poja apo joja, poja apo joja, mirë thash, sepse ne nuk meritojmë që të jemi midis asnjërit zjarr, ne kemi nevojë për sigurisht mbështetje, po kemi nevojë që të kuptojmë se nuk jemi vetëm në këtë botë, edhe përpasoj do duhet të jemi edhe solidar me të tjerët. Ishte dhe, besoj unë, Shqipëria strategjikisht është, pak të në këtë duhet besoj, pjesë e aleancave më të mëdha të këtij rruzulli dhe përpasoj ne nuk mund të bëjmë strucin dhe nuk mund të pranojmë që nga këto aleancat na vinë vetëm ditët e mira apo ditët e lavdishme apo qarkullimi pa viza etj. Sigurisht janë shumë të rëndësishme, por është njëkohësisht edhe një angazhim, një përgjegjësi kur je në kështu aleancash për të sjellë minimalisht si shtet serioz, si shoqëri serioze dhe pastaj për të marrë dhe angazhime për brenda mundësive. Kështu që të gjitha analizat janë bërë, kryeministri i dha përgjigjen e duhur zyrtare kësaj çështje, kështu që kjo çështje është besoj unë e mbyllur. Në fakt ne përqendrohemi shpeshherë në çështje të tilla që i bëjmë të mëdha, i diskutojmë, i debatojmë, i protestojmë, por shpeshherë ndoshta duhet të fokusohemi tek ato që i kemi ndoshta më emergjente. Një prej debateve që është hapur zoti Manjani, duke qenë se jeni edhe zëvendës ministri i transporteve dhe futet edhe tek pjesa e territorit, çdo hapësirë transporti, menaxhimi i territorit shqiptar. Është një emergjencë, shpeshherë kemi dëgjuar zotin Rama ta thotë që është një emergjencë kombëtare, është në kaos total territori shqiptar. Ndërkohë që kemi harxuar pak ditë dhe mirë bëm për çështjen e atyre tash të quajturave lëndë kimike. Unë besoj që kontrolli dhe menaxhimi i territorit ne kemi diskutuar disa herë së bashku këtu, edhe në rastin kur u caktua qeveria e re, këtu kemi qenë bashkë, kemi diskutuar dhe kemi thunë paktën kam patur dhe kam një qëndrim fare të rrept në këtë pikë që sfida kryesore e kësaj qeverie është kontrolli dhe menaxhimi i territorit. Kjo para kupton ose nuk kupton shumë gjëra, shumë aspekte, duke filluar që nga pastrimi i territorit, nga mbetjet, nga ato zonat, nga hotspotet e famshme, të cilat janë burime rreziku të përhershëm, edhe deri tek kontrolli i territorit, pastrimi i territorit nga ndërtimet pa leje ose me leje skandaloze, të cilat janë njësoj pa leje, quhen, sipas mendimit tim, të cilat praktikisht kanë bërë një gjë, kanë sjellë disa pasoja. E para, e kanë bërë territorin shqiptar të pajetueshëm ose të jetueshëm me vështirësi, e kanë ndaluar praktikisht aksesin shqiptarëve tek publikja, çdo gjë që është publike në Shqipëri quhet kështu një mall pa zot, një mall që e zon të gjithë dhe e shfrytëzojnë të gjithë dhe nuk ka askush që ta mbrojë. Qeveria është pronare e pasurisë publike, duhet sillet minimalisht si pronare e pasurisë publike, edhe kur ky pozicion i qeverisë kërkon që të ndeshet me disa interesa private, absolutisht duhet ta bëjë dhe këtë, duhet ndeshja sigurisht jo me forcë, por në bazë ligjit, ka bazë ligjore të mjaftueshme që drejta publike kur ndeshet me drejtën private
duhet të zgjidhet drejtësisht, duhet të zgjidhet paqësisht, duhet të zgjidhet sipas rregullave. Kështu që në këtë pikpamje them që kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, veçanërisht, e theksoj këtë veçanërisht, dhe është momenti ta mendojmë tani, sepse më vonë do jetë vonë, duhet të sqarojmë një herë e mirë situatën me Bregdetin shqiptar. Pse tani? Tani, sepse kur të vi sezoni turistik i vitit ardhshëm, do gjendemi gjithmonë në këtë ceknotë, në njëjtën pikë që fillojmë marrëmi matrapik dhe fillojmë punën ngushtë dhe në korrik, edhe shqetësojmë pushuesit. Kjo është një histori që ka ndodhur prej vitesh, ose gjithë punët publike, hapen rrugë, shkepen kanale, kujtun se çfarë gjëra sa natyre, mund pikën e verës. Jo, ose shemën ndërtime pa leje, ose të gabuara s'ka rëndësi, mund kulmin e fillimit të sezonit turistik ose në mes sezonit turistik. Këto janë gjëra që nuk duhet ndodhin, pra ne them tani, veçanërisht Bregu merr një përparësi. Ka një vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, i marr 2 apo 3 javë më përpara, ku të gjithë zonën e Bregdetit e ka konsideruar edhe një herë, jo se ka bërë një gjë tjetër, por edhe një herë si një zonë rreptësisht të mbrojtur. Dhe kjo është një histori që zonat rreptësisht të mbrojtur, pra Bregu i Detit, Brigjet e Lumejve, hapësirat publike, territoret e shkollave, gjërat, pra hapësirat përgjithsisht publike, lulishtet, parqet, gjërat. A kemi më diçka për mbrojtur në fakt? Do ta shpjegoj sepse sipas hartave publike të këtij shteti, padyshim që kemi, kur i shohim terren, pastaj dalin zona. Tipike është Vlora. Vlora është një rast tipik që në hartat ose në planet urbanistike të këtij shteti që janë ende në fuqi në çastin që flasim, janë ose hapësira gjelbërta ose akses nëpër plazhet publike, ndërsa kur shkon në territor, ti shef që aty ka ndërtime, ka pallate, ka vepra të ndërtuara për qëllime komerciale e kështu me radhë. Këto duhen pastruar gjitha. Dhe ky është momenti për ta bërë këtë ndërhyrje, e cila do qoftë kostoja. Kjo nuk ka më diskutime. Kjo është çështje shtetërore, është çështje dinjiteti, është çështje e zbatimit të ligjit, është çështje e vënies në vend të ligjit të shkelur. Kjo është një çështje e padiskutueshme. Me apo pa konsensus këto gjëra nuk kanë shumë rëndësi. Me apo pa leje, sepse leje në Bregdeta, ty ku nuk do të kishte leje, ju e thatë edhe pak më përpara, quhet pa leje. Është dërmuar Bregdeti, zoti Majani? Po, është dërmuar, absolutisht është dërmuar. Po i marr vetëm një rast, i cili ka provokuar shumë diskutim, edhe për shkak të qenit një diskutim VIP në këtë histori, sepse gjithmonë është vjerri i opozitës dje dhe vjerri i opozitës sot, që ka gjithmonë një vjerr, një kushëri, një hall, një çuntezje, më të thash që ka një lidhje me dikë, që është i madh, dhe këtu historia bëhet VIP krejt papritur. Ndërkohë historia është fare e thjeshtë. Po ju marr të shembull, sepse dua ta elaboroj pak me ju. Në vitin 2004, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë, pra KRTRSH-ja e famshme, ka miratuar një studim urbanistik, pra një plan urbanistik për gjithë Vlorën. Ndër të tjera, edhe pjesa nga skela deri tek tuneli, tek u i ftohtë, është parashikuar që shprehimisht me hartë dhe me rregull, dhe me fjalë, që nuk lejohet të ndërtohet asgjë, po kur i them asgjë, në hapësirën që është poshtë rrugës nacionale. Pra, rruga nacionale deri në det nuk lejohet asgjë. Këtë thot studimi urbanistik i shtetit shqiptar. Këtë thon rregullat e shtetit shqiptar. Ky është ligji i shtetit shqiptar. Kështu ka ra dakord shteti shqiptar që ta zgjidhë të pjesë Bregdetit. Sot në atë zonë të Bregdetit ka ndërtime, apo jo, të cilat duhen prishur të gjitha. Është çel dhe ky diskutim për shkak të një pallati aty që është në afërsi të ujit ftohtë. Nuk ka rëndësi fare kush është autorësia etj, as kush interesohet dhe pse, çështja është në parim. Dhe ky pallat është një rast të cilin unë e kam parë nga aja tek zhëja, dhe në qoftë se ka një monument të skandaloz të shkeljes ligjit, një monument skandaloz të mashtrimit të ligjit, në qoftë se ka një monument të skandaloz të vënies së shtetit lokal dhe qendror, gjithë pushtetit të vendi, gjithë administratës shtetërore në shërbim të interesave të një njeriu apo të një grupi njerëzish, ky është një monument denjitoz. Një monument skandaloz i cili ne nuk kemi këllqe dhe nerva ta shesim apo të reklamojmë si diçka të mirë. Është absolutisht diçka që duhet thënë ashtu siç është. Çka ka ndodhur këtu fare shkurt,
edhe për interes të opinionit publik. Diku në vitin 95, në atë kohë, ajo ka qenë thjesht disa shkëmbin deti, s'ka pas asgjë aty, në këtë zonë që i flasim, në një zonë fare të shkurtur nga rruga tek bregu i detit, ka qenë fare një zonë krejtësisht e pallogaritshme, pa përfillshme. Komisioni i kthimit pronave i kthen pronën, pra në këtë zonë, në këtë pjesë të bregdetit, poshtë rrugës, i kthen 600 metra katror truall pronarëve, ish pronarëve, të cilët figurojnë si pronarë që nga viti 37. Ka pas edhe një ndërtim të vogël aty, po ideja është që Komisioni i kthimit pronave kthen 600 metra katror truall pronarëve të kohës. Një vit më vonë, 1996, gjykata e Rrethit Vlorë, këtë 600 metrshin me një operacion spektakel të tipit abrakadabra, e bën nga 600 metra, e bën në 1600 metra, pra i shton 1000 metra. Brenda kufive të cilet kishte kthyer Komisioni i kthimit pronave, 600 bëhet 1600. Cirk, komplet. Dhe kjo shoqërohet me harta topografike, fare qisharake, të kohës, të cilat kur i vën në terren, në njollën e terrenit, del që kjo 1000 metrash nuk është tokë fare, s'ekziston. Pra, nga 600 që ekziston të tokë, u bë 1600 dhe 1000 metra nuk janë asgjë kundi. I bie që do hanë ndetin. Pra, Komisioni i kthimit pronave në këtë rast bashkë me gjykatën e Rrethit Vlorë, bashkë me ZRPP në Rrethit Vlorë, në 96-ën, kanë kthyer dhe 1000 metra katror tokë që s'ekziston, por që harta e zhvendos të gjithë tokën në det. Deri në vitin 2009, ka pas disa transaksione me pronën, pra kanë pas trashëgimtarë e tjerë. Më në fund, diku nga rreth vitit 2009, shfaqen me 2 pronarë. Pra janë bërë ata transaksionet. S'ka rëndësi kjo. Edhe nuk duhet përmend emra, sepse nuk është etike. Pronari do ta gëzoj pronën pas më të voglin diskutim. Në vitin 2009, kjo pronë bëhet interesante, sepse bëhet një aplikim në Bashkinë e Vlorës, dhe Bashkia e Vlorës, Këshilli i Rregullimit Territorit të Bashkisë Vlorës, jep një leje ndërtimi në kundërshtim me planin urbanistik, që ju thash, që aty s'lejohet ndërtohet asgjë të KRTRSH-s, haptazi, fare, në kundërshtim me këtë plan, jep një leje ndërtimi për një godinë banimi, 1+3+4. Është një godinë e përshkallëzuar, pra një kat bazë, 3 kate mbi këtë bazë diçka më të ngushta, dhe mbi këtë 3 katëshin janë 4 kate të tjera edhe më të ngushta, plus një papafingo. Kjo është leja dhënë në KKT. Kur zbardhet, në KRT në Bashkisë. Nga KRT e Bashkisë deri tek firma e kryetarit të Bashkisë, që është formulari i famshëm i lejës ndërtimit, shtohet dhe i kat për secilin nga këto ndarjet. Që kjo është një histori që ka qenë dhe objekt hetimi për fatin e keq, por do vim dhe tek pjesa e hetimit, dhe kështu bëhet një pallat nga 6 kate bëhet me 8 kate. Kur e shef nga rruga, kur e shef nga rruga 7 kate, ndërsa kur e shef nga deti del 8 ose 9 kate. Është një histori super skandaloze në kuptimin e dhënies së një leje ndërtimi, e cila ligjërisht është nul dhe e paqen, s'ka asnjë vlerë ligjore. Sepse është haptazi në kundërshtim me ligjin. Haptazi. Përveç se ka shkel planin urbanistik kombëtar, të cilin e ka miratuar KRTSH-ja, kjo leje është dhënë praktikisht në një territor që nuk ekziston. Përgjësia e Bashkisë Vlorë? Pa diskutim që është përgjësia e hapur, e pastër fare. Që Bashkia e Vlorë, gjën më të parë që jep, kur mendon të zhvilloj një zonë, është ku është territori. Kjo është pyetja e parë që të bëhet në bashki. Ku është territori? Ku është terreni? Ku është fizikisht? Me cilën hartë? Pa pikë turpi ka shkruar një hartë e cila është 1600 metra dhe 1000 metrash i takon detit. Dhe Bashkia e Vlorë ka marrë të hartë, ka mbyll syt dhe ka dhënë leje. Ka dhënë leje në 1600 metra katror trull, ka dhënë leje që të ndërtohet diku një sipërfaqe ndërtimi për 1098 metrash katror. Pra diku ke 66% e koeficientit shfrytëzimit të trullit. Çfarë është faktikisht? Kjo është pjesa e bashkisë e cila e ka supershkelur ligjin me të dyja këmbët, sepse 2 këmbë ka. Po të kishte më shumë, edhe me më shumë këmbë do ta kishte shkelur. Kjo është e vërteta e kësaj historie. Çfarë është sot faktikisht? Sot faktikisht në terren, jo vetëm që nuk është respektuar edhe kjo leje e dhënë, por nuk ka 1098 metra katror ndërtim, po ka 3000 metra katror ndërtim njollë. Pra do më thënë, më shumë se sa gjysma e kësaj godine është ndet fare. Dhe për të kriju terren çka ka ndodhur, gjëja më e thjeshtë, kap gur dhe hidhi detit, pra ham detin se detin nuk ka gojë të flas, nuk e mbron askush, dhe praktikisht kjo është sipërfaqja në 3000 metra katror ndërtim,
plus këtu fus edhe ato mjediset ndihmëse pishina të thash, ndërsa njolla është diku ke 1600 metra katror, pra nuk është respektuar, edhe leja ndërtimit. Vazhdon me tej skandali kësaj historie, që është një skandal i tmerrshëm. Mas i mbaron kjo godin, me gjithë presionet që ka pas në atë kohë, duhet për hir të vërtetës i nuku. Zoti Bojaxhi ka patur ka shprehur qëndrimin e tij. Ka absolutisht, unë e konfirmoj që shumë e vërtetë ajo që ka ndodhur në atë kohë, dhe megjithatë nuk është gjetë gjuha e duhur me institucionet e turpshme të këtij shteti, të cilët do ta bëjnë Sot jemi në situatë, është hipotekuar. Jo ta mbaroj, sepse më kemi ardhur me pak fjalë do ta mbyll dhe këtë. Dhe kjo godin, e cila nuk është marrë në dorëzim, pra Bashkia e Vlorës nuk ka dhënë garanci që kjo godin është e banueshme, sepse nuk ka lëshuar një leje shfrytëzimi. Pa lëshuar lejen e shfrytëzimit, aplikanti ka shkuar në ZRPP për me zyrën e regjistrimit të pasurive të palujshme, dhe ZRPP-ja pra ka shkuar diku me datë 26 dhjetor, vjet, dhe me datë 27 dhjetor, as 24 orë nuk ishte bërë nga dorëzimi i kërkesës, e ka regjistruar pallatin krejtësisht në kundërshtim me rregullat e këtij shteti. Pa lejen e shfrytëzimit, që është dokumenti kryesor me cilin lejohet të hysh në një pallat dhe të banosh. Sa e leja e shfrytëzimit këtë qëllim ka, marrë shteti garanci që në këtë pallat banohet. Ky është problemi i kësaj historie dhe ZRPP-ja e ka regjistruar. Kjo është e vërteta. Tani flasim ligjërisht, këto janë faktet dhe flasim ligjërisht. Çdo hap nga AJA, nga kthimi i pronës, tek dhënia e lejes ndërtimit, tek konstatimi në fakt i lejes ndërtimit, tek regjistrimi në ZRPP ose hipotekimi i famshëm, janë absolutisht veprime absolutisht të pavlefshme. Ka një ligj shteti shqiptar, që është Kodi i procedurave administrative, që thot troç, çdo veprim, akt administrativ apo sjellje, e cila ose i cili bie ndesh me ligjin, pra bie haptazi në mënyrë flagrante ndesh me ligjin, është nul dhe i paqen. Pra nuk ka asnjë vlerë ligjore. Kushdo që sot posedon një dokument dhe thot që e kam të ligjshme, e ka kot të pi lëngun, sepse në bazë të ligjit gjithë kjo piramidë dokumentesh kanë vlerën zero. Kjo është historia ku jemi dhe këtu nuk ka pse të trememi. Ka një diskutim këtu që duhet ta analizojmë dhe ja vlen ndoshta unë institucione që do ta zbatojnë këtë nulitet, duhet ta pastrojnë atë territor nga ky nulitet, se është nulitet juridik, nuk ka asnjë vlerë. Ka një problem që këtu janë njerëz që kanë përfituar me mirëbesim. Dhe këtu ne nuk mund të heshtim, absolutisht këto njerëz do merren në mbrojtje nga shteti, kompensohen sipas ligjeve të shpronësimit. Sipas ligjeve që kanë fuqi ky vend, kur ja merr pronën tjetrit, se e ke pas me mirëbesim, do duhet të çelen rregullat ose procedurat e shpronësimit. Kurse për grupin e urbanistëve, topografëve, regjistruesve, atyre që kanë marrë vendime për leje, që janë me emra konkret, janë personat identifikueshëm, dhe nuk ka asnjë problem më tani, këto janë pjesë e një grupi super mafioz, për cilën jo gjykata krimeve të rënda, por gjykatë antimafie do t'i marrë në dorëzim dhe t'i sistemojë. Dhe në qoftë se ky pushtet gjyqësor me një çështje kaq të qëruar dhe nuk ka pse të përdoret fare emri i banorëve, emri i atyre përfituesve. Këto janë përgjegjësi e shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare, e cila duhet i paguajë, duhet i dëmshpërblej për faktin se janë pa faj. Ditën pastaj se kush do ta ketë fajin, se kush do ta ketë faturën e gjithë këtij transaksioni, do duhet ta sqarojmë edhe gjyqësisht. Nuk ka turp në këtë histori dhe gjyqësisht do sqarojnë gjitha. Por kjo është e vërteta e kësaj historie dhe kjo çështje bashkë me çështjet e tjera si puna kësaj duan pastruar. Kjo është e vërteta, kjo është e drejta. Fenomeni i pallatit në fjalë që ndodhet ujë të ftohtë, është i përgjithësuar në Bregdet, është fenomen që e kemi ndoshta në çdo bashki apo komunë që ka Bregdet, mund ta ndeshim si fenomen. Ka një problem, ka një diskutim. Janë përgjithsisht dy kategori ndërtimesh që hasen në këto zonat problematike që po flas për Bregdetin. Janë ndërtime të cilat janë haptazi pa leje, pra s'kan shku fare në zyrën e shtetit për të trokitur për të marrë një leje ndërtime, dhe kjo është një rast fare flagrant, është fare e thjeshtë. Është njësoj sikur dikush të zë rrugën e automobilistike me një mjet, pronari rrugës, policia e shtetit, policia rrugore do ta pastrojë rrugën duke e larguar atë objekt. Kështu duhet trajtuar edhe këto subjekt, edhe këto, po themi, ndërtime. Ka një kategori tjetër që pretendojnë që janë me leje, pra kanë marrë një leje ta zënë, kanë marrë një leje për 2 kate, dhe kur ti shkon të rrën dhe shef janë 5 kate. Edhe kjo, ligjërisht, sipas
asaj që unë paktën e kam mbrojtë këtë pikpamje dhe jam shumë i bindur në këtë pikë, është që edhe këto konsiderohen për mua pa leje. Sepse ti ke marrë një leje për 2 kate. Ndërtesa që shfaqet me 5 kate nuk ka lidhje fare me lejen e dhënë. Pra ti ke bërë një ndërtim të ri praktikisht, për cilin nuk je mandatuar ta bësh. Kështu që edhe kjo konsiderohet pa leje. Ka edhe një kategori që është shumë e vogël, është realisht shumë e vogël, megjithëse ky nuk është rast, po ka raste ndoshta edhe më të pjekura se sa kjo, të cilat për shembull kanë marrë leje dhe i kanë respektuar lejen, por nuk duhet ta kishin ndërtuar aty ku kanë ndërtuar. Këto janë raste që do trajtohen në mënyrë të veçantë. Se ka qenë faji institucionit fundit. Sepse ka qenë faji institucionit. Kurse në rastin e Vlorës, që sapo shpjeguam, faji institucionit është një gjë, faji i regjistruesve është një gjë tjetër, faji ndërtuesit është një gjë tjetër, por në gjithë këtë piramidë gjithçka është nul dhe e paqen. Dhe ajo bëhet zero. Dhe aq e vërtetë është kjo, saqë këta nuk e kanë llogarit fare që do të çelet një ditë ky diskutim. Sepse për shembull, një trik ligjor që sot do ishte e vështirë për shembull, do bëhej e vështirë për ta diskutuar këtë rast, do ishte që ata kanë pas gjithë mundësinë lidhin KRTRSH-n, e shfuqizonin planin urbanistik të 2004-s, bënin një plan të ri ku ta lejonin këtë godinë dhe nuk kishim çfarë t'i thonim. Po kanë qenë aq harbut me pushtetin, me institucionet e shtetit, saqë s'kan pyet fare, kanë thënë ne ndërtojmë, edhe e regjistrojmë sipas shefit ton, marrim dhe letrën dhe tunim tapin, se ai tapi ti pin lëngun. Nuk ka asnjë vlerë. Kjo është e vërteta e kësaj historie. Zoti Manjani, sepse në gjithë të diskutim synohet shkohet në një përfundim. Nëse shohim jo më shumë larg, por përballë Vlorës apo përballë brigjeve të jugut të vendit kemi brigjet e Greqisë, për shembull, që ka një urbanistik të rregulluar, 1 kaçe, 2 kaçe janë vendosura me ligj. A jemi ne, a kemi mundësinë dhe a jemi ende në kohë ta rikthejmë atë Bregdet, pra ta rimarrim Bregdetin e ta kthejmë në një strukturë të mirëfillt turistike shqiptare. Pra, flas me rregulla të qartura ndërtimore, me largësinë ndaj plazhit, sepse gjithë shkojmë në fundit në atë plazh shkojmë çdo verë, pavarësisht se mundohemi ta shfrytëzojmë sa më shumë. Unë besoj që duhet ketë një pikë kthese. Dhe besoj që qeveria sotme është votuar për ta bërë këtë pikë kthese. Ka mandat të fortë, të mjaftueshëm për ta bërë këtë pikë kthese. E vërteta është që kaosi 22 vjeçar ka qenë dramatik, pasojat ne po i shohim. Aq e vërteta është kjo sa që me, po themi, 293.000 ndërtime të paligjshme që janë vetë deklaruar deri më sot. Pra në çastin që flasin janë diku ke 293.000. Ka edhe ca të pa deklaruara ende, po themi që ta marrim që kjo është shifra e vërtetë zyrtare, 293.000. Kjo tregon që shteti ka qenë totalisht inekzistent. Dhe çdo krahasim me Greqinë apo me këto tjetër, përgjigjen e bën fare evidente. Diku ka shtet, këtu te ne s'ka shtet, ose s'ka patur shtet. Kështu që kjo qeveri e ka këtë mandat ta rivendos shtetin. Rivendosja e shtetit, i dashur mik, është një veprimtari që kushton. Është një veprimtari që nuk është kështu për kryq të kuq, po themi, nuk ka ndonjë me kryqin e kuq, por do të them falas, dhe nuk është një veprimtari që kushtëzohet. Absolutisht kur vendosim të kthejmë shtetin, do ta kthejmë shtetin pa asnjë lloj kushti. Pavarësisht dhimbjeve që mund të ketë. Tani kjo punë kështu është, sepse e provuam 22 vjet pa shtet, ose me shtet kaotik, ose me shtet politik, super politik, gjithçka është politike, dhe ja ku është pasoja. Gjithçka kompromentohet, gjithçka bëhet hata, kur s'është, dhe kur ndodh hataja, thon pse na ndodhi. Ky është problemi. Fizikisht është e mundur, është e mundur. Gjithmonë është e mundur. Okej, po e quajmë vullnetin se gjithmonë është e mundur. Jemi në kohën që mund ta rikuperojmë atë. Absolutisht po jemi, sepse mund të shpëtojmë ende zonat të mbetura të padëmtuara, ashtu siç mund të kurojmë, pasi ta pastrojmë mirë territorin, duhet pastruar ky territor, se na mbytën plerat. Dhe kur them plerat, kam parasysh edhe ndërtimet pa leje, në zona ku nuk duhet jenë. Duhet ta pastrojmë territorin, duhet japim shansin që ky territor të kthehet disi në normalitet, duke pas parasysh parimin që thash në fillim. Qeveria shqiptare ushtron të drejtat e pronësisë publike. Urbanistika është pronësi publike. Pse është për pronësi publike? Sepse për atë qytetarin që nuk ka fuqi të mbrohet nga ai që ka para dhe të thyj kokën me para, me ndërtime shumë të larta, duhet të gëzojë edhe ai një rrezë drite ku jeton shtëpinë e tij. Pra ne është pikë urbanistika.
largësit, distancat, dritaret, format, largësit, lulishtet, gjitha pra ne janë shpikte, janë pasuri publike. Dhe fakti që qeveritë shqiptare, shteti shqiptar ka heq dorë nga publike dhe e ka lënë kështu në rrjedhë lirë, për kundrejt sa parave që futen në xhep, nga ati që e ka risk ato ditë, apo në atë kohë kur e shtron pushtetin, e ka çuar këtë situatë në drejtxhe. Prandaj, unë them që flas politikisht dhe flasin ashtu siç është për të folë. Ky shtet, kjo qeveri ka gjithë mandatin e nevojshëm ta bëjë këtë gjë pa u tutur fare. Por, edhe fundit, por sigurisht brenda disa rregullave, brenda logjikës dhe pa anashkaluar pushtetet e tjera. Dhe kur them më së shumti këtu kam parasysh pushtetin gjyqësor. Sepse ka filluar të japi shenjat e para që vendimet e gjykatave, siç është rasti i Vlorës, e din që ka vendosur gjykata administrative e Vlorës, ka thënë që këtë pallatin për shkak se është e vjerrit opozitës mos afrohet asnjë organ i shtetit. Ka pranuar një padi pa shkak, pa objekt, pa asgjë, dhe për turp të Zotit e dëgjuam atë gjykatën që dhe s'dinte as ta lexonte. Njeriu që s'di të lexojë vendimin, ose është i veti, ose ja kanë shkruar, ose s'di çka ka shkruar pastaj, s'di shkrim rekomendim. Dhe këto janë historira të cilat duhet të dëshmojmë që do t'i qepemi hap pas hapi çdo kujt i cili pretendon të dalë mbi ligjin. Kjo është situata e kësaj. Zoti Manjani, faleminderit. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi ardhur në fund. Do të kalojmë në lidhjen e përnashme me studion e Alarm për të mësuar çfarë do të kemi në orën 21, është në dita e fundit e javës e emisionit Alarm. Shkurta për gjatë, Patrik. Shkurta për gjatë. Si ta keni? Po zgjedh rrugën e mesme, normalen. Përshëndetje, miq, në fakt sot do të preferoja që të isha më tepër një spektatore, se sa një prezantuese e Alarmit, çdo të shtunë, por më tepër sonte. Kemi një aksion të papart të policisë dhe të zjarfikësve, të cilët shpëtojnë 7 jetë, se si do e ndiqni vetëm pak më vonë. Ndërkohë që java kalojmë ata ankthin e tmerrshëm të armëve kimike, kemi Ion e Ramës, sigurisht parë në këndvështrimin e emisionit Alarm, por edhe zërin e fuqishëm të opozitës. Problemet kyçe të javës, zgjidhje, sirena edhe ëmbëlsira për në fund apo sheqeri, që mua më pëlqen shumë, 3 minuta backstage, sigurisht për të mbajtur barkun me dorë, na ndiqni, mos e humbisni. Faleminderit, Diana. Kalofshi mirë. Na mi këtu miq, Ora News.tv është faqja jonë e internetit, mos harroni ta klikoni, kur nuk keni mundësi sigurisht jeni para televizorit apo duke dëgjuar Radio Orën në 96.7 MHz. Natën e mirë.